Duhet thirrem pak në përvojën personale që kam kogja gjatë në arenën ndërkombëtare me pjesëmarrje të shumta mbi me qindra konferenca, organizata ndërkombëtare, duke punuar për organizata ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit, pjesëmarrje në organizata të tilla me diplomaci multilaterale dhe mungesa e Kosovës në këto forume apo pasiviteti i Republikës së Kosovës jashtë vendit ka pasoja shumë të mëdha dhe shumë të dëmshme për sovranitetin, siç thash më parë, të pa formsuar ndërkombëtar të Republikës së Kosovës. Pse e themi këtë? Sepse Serbia asnjëherë nuk ka heqë dorë nga luftimi i pavarësisë së Kosovës, vazhdon në çdo korridor të çdo institucioni ndërkombëtar të lobojë në mënyrë agresive kundër shtetësisë së Kosovës. Prandaj në çdo vend ku Kosova mungon ose nuk ka përfaqësim të mirëfillt ose të plot, ajo krijon hapësirë për Serbinë që të flet dhe të mos kundërshtojë askush. Në këto momente nuk i kemi marrëdhëniet më së miri edhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës për shkak të pezullimit të dialogut strategjik. Në Bashkimin Evropian, në rrugën drejt Bashkimit Evropian, pra me integrim kemi ngjecje të mëdha. Nuk kemi zbatuar plot zotimet që kemi marrë nga dialogu dhe të gjitha këto kanë rezultuar që edhe këto shtete mike, këto organizata mike të hezitojnë të mbrojnë pozicionin e Kosovës në forume ndërkombëtare. Prandaj momentalisht Serbia gëzon tash 2 vite me mungesë adekuate në skenën ndërkombëtare. Serbia gëzon një liri të plot në këto forume ndërkombëtare ku deklaron çfarë të doj, kontestohet pak ose fare pak krahasim me atë që është kontestuar më parë, vazhdojnë me fushat agresive kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës, kundër organizimit në organizata të reja, derisa ne dhe liderët tonë politik ende nuk mund t'i dojnë pozitat apo të merren vesh për themelim të institucioneve që është desh me qenë t'i kalume. Muj vetëm u thirr edhe në shembullin më të freskët të Britanisë së Madhe, ku ndru qeveria dhe brenda 48 orëve dha tërheqjen një qeveri dhe u emërua qeveria tjetër, sepse shteti nuk guxon të mbetet pa qeveri të plotfuqishme. Ministrja Zonja Gërvalli, që vjen nga një familje shumë madhëtare, e dim çfarë funksione ka kryer dhe çfarë aktivitete ka bërë si ministre jashtme, nuk ka qenë ministre e duhur për atë pozitë, por ja pra politika e ka qitë dhe e dim shumë mirë që nuk ka lëbuar ajo ministri e udhëhequr nga Zonja Gërvalla, me gjithë respektin për të për familjen e saj, ka udhëhequr si një OJQ dhe nuk ka zhvilluar asnjë aktivitet. Ajo mund të ketë aktivitete të mbrëmshme në për punë, por njohjen e ndonjë shteti, sidomos nga pesha Bashkimit Evropian që se një Spanja e TJ nuk ka lëbu asnjë. Ato dy njohje e din meritat e kuna janë. Kosova ka mjaft kuadër të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe njohës të asaj fushës dhe duhet të qitet në kur është pyetje shteti i Kosovës, nuk ka parti, nuk ka, do të ka mjaft kuadra, ki profesor universitar, ki çdo send që mund të mbuloj atë pozitë dhe për të udhëhequr. Dhe këtu arenën e jashtme, e thatë edhe shumë mirë, Kosova ka çeluar shumë, sidomos prisha e marrëdhënieve me mikun ton SBA dhe keq
menaxhimi i situatës, sidomos me pjesën veriut, për te atyne integrimi dhe që po flitet, është dhënë një farë amin nga Bashkimi Evropian, hapja urës, po ka pas pasoja tjera dhe ja pra këtu ku jemi mos themeli institucioneve dhe për një send me hub shumë sende dhe nuk ja bën bara qera në zhargonin popullor dhe shpresoje që mas themelim të institucione punën e parë që duhet rregulluar marrëdhëniet me Bashkimin Evropian dhe me mikun ton SBA dhe ato ngecet që kanë qenë të ripërtrinë dhe të bëhen misia sa më afort se e dim jemi fat që populli amerikan neve na ka përkra ku më të vështira dhe pa SBA të dim shumë mirë. Edhe politikanët e popullit Kosovës nuk mund të ecim asnjë hap matutje pa SBA e ripërstërës prap. Besoj që shteti i Kosovës do të jetë i vëbegët, i mangët dhe nuk ka ende krah për shkuar matutje si e vetëm pa përkrajnë e SBA-ve dhe miqve tanë.